Shqipëria kur nuk ka qenë më afër Bashkimit Evropian, deklaroi kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili së bashku me Niko Qirin, kryeministrin Hristijan Mickovski dhe kryeministrin Kurti morën pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor në Shkup. Rama tha se plani do të realizohet dhe se Shqipëria do t'i përmbushë të gjitha detyrimet që i ka ndaj Bashkimit Evropian. Kur nuk kemi qenë më afër realizimit të një aspirate shumë shekullore, do thosha, dhe nga ana tjetër më vjen mirë që ka një atmosferë të përgjithshme pozitive në këtë drejtim. Jemi shumë afër, nuk kemi qenë asnjëherë më afër, jemi shumë afër dhe besoj shumë që ne do t'i përmbushim të gjitha detyrimet tona, siç kemi parapare dhe afatet me Komisionin Evropian. Për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ky takim është i rëndësishëm për më tepër që realizohet në Shkup, vend me të cilin Kurti tha se kanë raporte të shkëlqyeshme, përmendje edhe pikat e përbashkëta kufitare mes dy vendeve, po edhe aspiratat e Shkupit zyrtar për integrim në Bashkimin Evropian. Është gjithmonë kënaqësi të vi në Shkup, në këtë vend i cili është kryeqytet i një vendi antar i NATO-s, por gjithashtu edhe i një vendi që bashkarisht me të gjithë shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor aspiron të antarësohet në Bashkimin Evropian. Pas ngjarjes, kryeministri Rama vizitoi Qarshinë e vjetër ku u prit nga nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani, me të cilin veç vizitës u ndalën edhe për kafe në Qarshi. Ndryshe, në samitin BE Ballkani Perëndimor ishte parapar të merrte pjesë edhe presidenti serb Aleksandar Vučić, megjithatë ai nuk erdhi dhe në vend të tij përfaqësues zyrtar i Serbisë ishte ministri i Integrimeve Evropiane.